është sekuestruar një armë zjarri ku rreth orës 1:40 minuta pas njoftimit se në rrugën Berit Beker ishte plagosur me armë zjarri një 17 vjeçar. Shërbimet e sektorit të hetimit për krime të rënda kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes me qëllim sqarimin e menjëhershëm të rrethanave dhe dokumentimin e plot ligjor të rastit. Dhe nga veprimet e para hetimore ka rezultuar se në banesën e shtetasit inicial RS 19 vjeç, ky fundi duke treguar armën e zjarrit pistolet shokut të tij dhe duke menduar se nuk kishte fishek në fole, e ka shkripur aksidentalisht dhe përpasoj është plagosur 17 vjeçari. Në përfundim të veprimeve të para hetimore është bërë e mundur arrestimin në flagrancë i shtetasit me iniciale RS 19 vjeç për veprën penale plagosje rënd nga pakujdesia, veprimet që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe mbajtje pa leje armëve dhe municionit luftarak. Dhe gjithashtu janë arrestuar shtetasit me iniciale AV 20 vjeç dhe HH 22 vjeç për veprën penale, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. 17 vjeçari tashmë ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve, ndërsa janë duke vijuar ende hetimet për dokumentimin e plotë të rastit dhe sqarimin e të gjitha rrethanave të kësaj ngjarje, ndërsa materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Kujtojmë se ngjarje të tilla janë të përsëritura mes të rinjve dhe adoleshentëve, duke qenë se është kthyer në një trend përdorimi i armëve të zjarrit apo armëve të ftohta jo vetëm në kryeqytet, por edhe në